hajde se folim. Përshëndetje miq të Hisari Online, jeni me emisionin Hajde se folim. Epizodi i radhës është mjaft i veçantë, sepse kemi një mysafir të veçantë nga qyteti, ndoshta edhe më i mirë në Kosovë, nga qyteti i Gjakovës. Mysafiri jonë për sonte është Drilon Bardhi. Drilon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Regjia, së pari ju lutem, kemi pak probleme me lukthin, nëse ka mundësi ju lutna terapin. Faleminderit shumë. Mos na shkon emisioni me... Jo, faleminderit, jo. Goja këndi, sa përdori. I kërkojmë ndjes shikuesve të emisionit, sepse terapia është e pashmangshme në këso raste dhe na duhet që emisioni të shkojnë në mbarvajtje dhe totalisht në rregull, ashtu siç e kemi paraparë dhe siç e kemi parashikuar na shkojmë me musafirin tonë. Drilon, së parit njohim si tifoz i jashtëzakonshëm i futbollit edhe i kombëtarës shqiptare. Pse Shqipnia dhe jo ndonjë kombëtare tjetër, edhe pse vllaznimi dhe jo ndonjë ekip në ndonjë momentum tjetër? Po, në ekip përveç vllazimit nuk ka pas qysh më konë se pe fëmijë jena rritën në atë qytet dhe me pa tjetër kena pas mbështetjen ndaj vllazimit. Soj për këtë Shqipnis është fal babit, që në vitin 2001 kur kam qenë vetëm 11 vjetë, më ka marrë me vetëm i përcjell ndeshjen e parë në Qemal Stafa, Shqipëri-Angli. Ndeshja ka përfundu 3-1 për Shqipërinë, shënon gol Altin Rakli, edhe që nga ajo ditë deri më sot, hiq bojkotin e fundit që kena pas problemin e tifozëve me federatën, deri në ato ditë vetëm 5 ndeshje të Shqipërisë nuk i kom pas përcjell ne si vendas. Se puna vizave këto dihet që kena pas vështirësi, po lojt si vendas Shqipëria, vetëm 5 nuk i kom përcjell ne ku ka lujt vendas. Do të thoni i ke përcjell edhe ndeshjet miqësore me raste. Gjitha. Mos t'i përmendi me rastet e ndeshjeve miqësore kështu konkretisht, për shembull ndeshja miqësore kundër Bullgarisë para 2 viteve në nëntor, që kemi qenë një formacion i jashtëzakonshëm i tifozëve. Formacioni ka qenë toku i ajër, formacion që i vynë Kosovës. A ne ka zonë njënën prej eksperiencave ma të mira për gjatë udhëtimeve që i ke pas në Shqipëri në ndjekje të kombëtarës zemrës. Për shembull ndaj eksperiencë pak ma interesante dhe jo shumë normale për tifozët edhe për publikun. Po, udhëtimet janë qenë 80% janë qenë shumë të mira. 80%. Shumë të mira. Çka në kupton me shumë të mira? Të mirë organizuar, kemi kalu mirë, megjithëse që kena prit më ndodh, si kombëtare ako të luajnë më dihet. Po ka pas edhe ashtu të jashtëzakonshme. Një prej tyre u kon ndeshja Shqipëri-Maqedoni. Edhe isha i ulur ofër me një plak të Shkodrës në stadion, me kisha ofër. Okay. Edhe po vroja tu çu një farë fryme. Për na bën ky plaku, bëni mirë të lëvizni. Dhe me këmelqu stadiumin? Po bëni mirë tekni dhe me kësa u ka do, a e di kësha ka më bo, veç janë ju ke dishim. Ashtë hajtë vazhdo ti në apërrim edhe pak, qep pak, ke 15 minuta uj deshu në Shkodër, edhe dolem për stadionit nese. U anullu desha për U anullu, jo, përfundoj nuk u shike, kur gjo. Dolem për stadionit, isha të bo mua bet, i thash, hadi mërë kënaj në shokve, ata ja tha që na për vazhdojmë ka anja tjetër, thash, ani hajt, ju me t'juja, aton me t'mija, edhe qysh kem të folë, në supash, mor, është në shokt. Po, është me kesh fort. E tu malakot, ata kalamet, që patë më dhe një me veti. Ajo, derë sa dolla pi ujt i herë, huma më kish pat këthuj këmaj, isha ku më bue lëmë shkrejt.
Nese morra vetën A dyqysh. pështove, vlla? Po, me pështova, po tash... Po qysh pështove? Edhe ishim e mblu me kaj peshkirë, që shtu tash rrugës të këthuj për Kosovë, për shkojnë të Dogana, më rrim të Dogana, pja bënd duka njëre këti shokit tam, tha, ku ja kim symër, tha, kështu si Tarzani, sa e veç peshkirën e kesh, a fi koftan? Po. E thash, mërë burra, nuk e po shka ndodhe në Shkodra, e na pat marë. A ki televizor aty? A ki televizion, e ka përcel në sana. E kretë rastet në Shqipni, sham ka një ndodhë, që to pak ma të roma, që janë raste ma... Ma eklatonte. Janë kretë me shi, së ne do erë vike Mosadi, do erë në vishin, do që shto. E për raste me Mosadin që e përmene, sepse është aktualitet shteti tyre momentalisht në botë. Komi përshëndetje të jashtë zakonshme edhe për shtetin. Po, edhe ne kemi një përshëndetje, besoj që përshëndetja me piktorin austriak. Mirë, po, edhe piktorin e përshëndesim për zemërësisht. A i kish pas dit i shkreti. I kish pas dit i shkreti punë të veta, po... Një farë popli, nuk di që farë popli, shkum e në Elbasan lushim atëherë, ish loja Shqipni-Izrael. Edhe mas kretë pjesëve trona, atash e kishim organizu tribunen, ishim Plisat, ishim Gjahova, edhe më koni sinqert nuk pëm kujtuat, edhe tri tifozërin akon me një sektor. Edhe tu i mrana... Masat e sigurisë? Jo, masat ishin... Gjendje lufte? As nuk për di që li 7 marë nuk buhet ashtu. Edhe mas porën anisëm në këthuj transat. Nuk bën me i mrana. Mas e në që për të pona, për këto nuk viken shpreje, heqa. Pas taj, okej, u pajtum dyqysh, tu i mrana stadion, për në thojnë me desh patikat. Jo, marë thash qysh patikat, që fashë u bike. Nuk polici nuk e shisha, qatë shumë shi, a i dhejke edhe zbathi, kësha me zbath për tash se mërë shave shoka, zbathi, hej, thësha, për këthysi, qatë unë e hungra. Edhe për thonë policit, lebrë, burra, e ka dime se të prani moti, i rëshat koma polici të rëzohet, polici. Bash policia gjatë me të rëzohet? Bash polici rëzu, edhe nuk e di që shën konë drita reflektorë, veç mu ka bu një hije, dore nea, do të më dhaj, do... Si të shku situarë? Po më bëshën konë kështu, brrrr, ta për i ditë se s'preksha në to, kërkas edhe i vogën. Ja, tash te ka dole për i vogën. Po më falë, këto më falë, falë, se kom për vacin, mas lutem. Pena shtin atë në furgën që i thojnë vlezër tonë nga Shqipëria, edhe për thëmë tash ti shokit që kishin arrestu më mu. Furgoni parë për vike nga tale. Furgoni parë, apo po punë të veta nga për vind të aj, i thash forco, qëta shtis e hongrëm. E njëse pejnë kërë komandanti, a shami thonë, ati është që ma i rëndësishëm. Komandanti komisariatit, që fjetojnë ata. Në momentin që i hinin kombi, a njëse me bua e gore, thash, shofruj me shlirau, tash të s'ka rrezik. Pështu, te që të? Në shenë solidariteti se në arrestun 2 plisa, 2 Gjahovës, 3 të firit për një heri. Që sa bukur, pas ka pas Laramani. Të të boni ekip shumë të mirë, boni ekip masif. Ta më për futsal, po kështë Edhe na marrë, na transferojnë për stadionit e në burg të Elbasanit, burg i famkeq e Elbasanit, i asë që shabit. Hi mrana, tha, hape qelin, okej, pena fusin atë brenda, kujna i 40 vetë brenda në qelin, nuk u dika asë shoka bua da. Veç shkoku i ndeshës me Izraelin? Po, kret ishin, veç për që ndeshë ishin, të në të arrestun, do më thonë se kalej, u kry loja, u sigrun që është Izraeli Tiranin, apide rrugës për e nësë më njësë për punë të veta, edhe masaj në liron fillë në procedur të regullë, se nuk ishën po shkjele ku me di, që më thonë, po, si shtet, apide. Po, shtet i Marakit. I Marakit shumë. Shtet i Marakit, përmena dhe njerë piktorin, e famshëm austriak. Respekt për piktorin, se... Po, mirë rikthejemi në vendlindje të vllaznimi. Qysh është lidhja jote me vllaznimin? Unë e paka shumë e di edhe prej nga lindë dhe prej nga bërën tona i angazhim edhe tona i dashnia madhe për vllaznimin, njëkohësisht edhe për kombëtarën shqiptare,
po tregona më shumë për komplet angazhimin familjar që keni pas në klubin e futbollit të Vllaznimit, po jo ndoshta edhe në vetëm në futboll. Po, rasti kur e majnë mand që jom konë fort i vogël. Unë për krejt të fëmijëve të aqëve, të hallave, jam fëmija ma i vogli, do më thonë, për djemve. Okej. Edhe jam konë kështu si ma i përkdhelen, ma... Je konë ma i vogli edhe kanë këshyrë pak ma shumë zë që u dashtë. Oxha jam, Oxha Bajram, e ka mojt Vllazimin për 20 vite rresht. Prej kohës që pushtusit, okupimit, e deri në vitin 2007. Ka mojtë në kohët më të fështirat edhe më të ronat sportit Kosovës, do më thonë këta besoj që nuk o thonë vishonja, po thonë krejt kur që kanë gjoftë, o gjën tamë. Edhe automatikisht ja ka njësë ajo ndjenjen e ekipu dashnia rritet ku o gjë adë më mu këto adë, edhe si qonë të ogjës, do më thonë, fillova me ndjek. Ta shtep, si fmi ku tjetë, do këtë lezet. Se për shembull bike me atë presidentin e Prishtinës, presidenti Dritës, presidenti e ekipeve tjera, janë konë... Besa, Trepqa, janë një nivel tjetër liga dhe shikus. Edhe automatikisht e merra ndjenjen që nuk mundot me të largu më pi trupit. Edhe në qofë se do mi largu, nuk e kitë kohë. Edhe me dashtus me shku për shembull me najlojt të nama... Edhe që kjo dashnia për Vllaznimin ka fillu mas pore për Oxhës, do më thonë që nga kanë grej me veti, edhe nuk ka që shumë marru mua se jarë. Emisioni jonë zakonisht bazohet në dy pjesë. Emisioni e kena me aktualitet edhe me musafirin. Po musafirin e kena qaq përzgjedhën sonte, që kena vendosur që edhe pjesën e aktualitetit, edhe pjesën e intervistës me realizu se një tanësi. Do me thonë do tjetë vetëm një pjesë ku do të trajtojmë edhe aktualitetin edhe intervistën me Drilonin. Drilon, dalim pak prej futbollit edhe prej tifoskenës, ne jemi të e po një gjendje kaotike, mi thonë, paka shumë edhe në skenën vendore edhe në ato ndërkombëtare, pe vrem zhvillimet politike, te çështja e presidentit. Tash, çuçi kishe vlerësu për shembull për me zgjidh krizën se besoj që në Kosovë vyn mendime prej krejta sferave të ndryshme për me fillu me marrë një fund kjo far teme e presidentit e na. Sepse është bo një sa gëgja e gjatë edhe çuçi vlerëson që ti duhet me përfundu kjo punë në Kosovë. A do të me shku edhe i herë në zgjedhje, mi po sa hati se cile... Zgjedhje, më shku hiç mu. A jo? Jo, se ka shumë arsye që krejt partit mujnë mu me dollë shgënyne, si pas mendimit tim normal. Në qofë se krejt partit e kam ferro dhe korrekt zgjedhjen e presidentit. Po thu dhe i tash kishin ardhme një amë? Jo, unë e mendoj që alo ka ko, mu mbledh përfaqësues të gjithëve, se i bom do vjetë edhe ne që aty në politikë të marrë me qëto farë. Po, pikresht të e ditë edhe aktivizmin të në politikë? Mendoj fuqishëm që në qofë se kam prenima zgjedhjen e presidentit, është mirë mu bo partit kryesore të vendit, në takim, edhe qaj personi, figura apolitike, mi propozu dikush qatë figurën apolitike edhe mi zgjedh qatë figurën apolitike. As në partimi marë 3 posët kryesore të vendit, as kjo tjetra më shku me formulën e zotit gjatit atje kapësh, dhe jo 7 ministri, jo 3, jo 6. Pazarhone të Gjarlak? Po, në qofë se doni me të vërtet zgjidhjen e presidentit edhe zgjedhjen e ti, mu mbledh bashk, me zgjedh tamon se ka figura shumë këtë vend, që mujnë me zgjedh jo vetëm e këtë rast, edhe mas 5 vjetë, edhe para 5 vjetë, edhe mas 10 vjetë, kena sot dush qika djem
që janë të gatshëm për mi marrë atë detyrë që janë shumë atë përgatitën ashta, se që janë këta në politikë. Jo nashta, së më falë, pa nashta eqë. Heke nashta. Hekem nashta. Heke nashta se ka shumë djemë qika të shkollume edhe më brenda teritorit tonë, po edhe jashtë që veprojnë. Meritojnë shumë. E meritojnë në qofë se kanë... Edhe i kishin dhonë Kosovës besë edhe një përfaqësim dinjitës edhe në arenën ndërkombëtare. Normal, me nuk i dëshim se ajo Kosova e në arenën ndërkombëtare ka përfaqësuar që herën e fundit e kizë Kusorin zavendës drejtoresh e Microsoftit. Po. Do më thonë nuk e kanë gjohë kërkush në Kosova atë kaliber tilë që shajo. E kena rastin edhe kësaj vajzës që po mirët me NASA. Edhe shohim sa pak shikueshmëri edhe ndjekës edhe reakcione kona për video dhe postimet e saj, na? Normal se ka pak shikueshmëria, se a vron synin ati që ajo mësumi, po ato qysh e ka ai migja, qysh është në TikTok, tash ku ti del kjo, ja vron synin ati, se tash duhet me bo skip. U mësuaj do me thonë dhe ja bojnë asaj, ku murë ti ki teleskop, se kjo aloni ku dalë, që që komente ka, se unë e përceli rregullisht këtë qiken që e ka full. E përceli rregullisht. I thot tipi me vetbesimin ma të madhin, Trambus dhe më thonë e ka vetbesimin, i thot ku murë ti ki teleskop, se kjo aloni ku dalë. E tra ty ndorë. Ajo është të inqizu, do më thonë, Marsi, neve të nga galzu që ra asteroidi për Marsit, i copa asteroidit vogël, u ranë tokë. Që kjo të sopa, ja ke marrë dhe këtë Nglarev, këtë guri. E Nglarev ka mujtë me bo në i spes të kusht Nglarevës. Ka e në dhe do gurë. Me kuq në i pasolla në i zapo, ka edhe disa gurë dekorativi ka Nglareva. Jena, do më thonë, na kena një problem si popull, shumë të ronë, që personi që e meriton lavdatën, na mundohem ja qitë në shkumësa përgoj? Sopatën, më në shkumësa, pështën sopat. A i budala, lopa lone, do më thonë që, ato mi qu që kjo shka ka bënë, që del mu cel që pa piqullin e kena thirë në permision e burri dhak. Vetë pse që i ke... Vetë që i ka pas 700 denime në polici. Kjo qika nuk besoj që i ka me posë rastin me dalë në e emision. Sa të vjev rrallë në kësaj qika, sa bjeg ne gure pi uranit, Neptunit, dërshka bohet, a i nëllën drita tokës kreta. E kena dhe rastin e Negjit. Komelti i famshëm. Po, për Negjin kom respekt shumë. Apo? Po, valla fakës, po, i mirë. Besoj që i kia dhe ti dyshimet a pajtohesh me teorinë e Negjit? Jo, me teorinë e Negjit nuk ka që s'pajtohen, a dhone. Se dhe mu ma vronë synin që s'ken që të yje. Po i rëmbej dikush atje. Vronë të hunë, se në kalzej dikush atje që... Ka posa vrasira rënjët qëtë dalin yje, ndërko. U kon pak ma mjekull, ndërshta. Po si të ma këthjel, tha, vazhdojnë... Vazhdojnë dokën edhe flamuri Amerikës e zbëm pa që. Jo, ma të atje. Se ka lek për 60 dhe tutje, kur se kanë prek për aty vit. Mirë, përveç trajtimit temave të aktualitetit me NASA e me çështjet presidentit, rikthejna edhe një herë te Gjakova. E dina Gjakova që është një prej qyteteve ma të mira, ma të bukura të vendit. Kallëzona pak ma shumë për Gjakovën gjatë verës. Besoj që jo jenë ndër personat ma kompetent me full, si për ditët e shqiptarit, si për neja që bohen Gjakovë. Verës e kemi Gjakovën. Që aty me Tiranën shka një fytëza? Po jeta njotës, Tirana mundët, tash Tirana ka shumë turista, nuk ka muja Tirana para 7-8 vjetë, po për gjallënit qytetit, do më thonë e kena ditën edhe njotën. Ka festivale shumë, ka mikpritje të jashtëzakonshme, që është shumë interesante. Ka ushqim të admirueshëm, që është edhe dijet. I ka personazhet e veta diasporës që për çdo vjet nuk ja uq kërkush mbledhen krejt bashk.
edhe Gjakova verës një perl qyshe din kretë shqiptarët. Edhe i ftoj se cilin me na vizitu këtë verë se për një ma kanë mu knaqë. Këtë verë kam ju shtu edhe një vend i ri qytetit. Po, shtohet në grill, Po. ku kena me hapë shumë shpejt, edhe shpresoj që kena me pas shumë sukses me ndihmën e personave që na dojnë edhe respektojnë. Për ndryshe vendi i ri, lokacionin e ka Te Viva Freshin qendër qytetit, afër me Pallatin e Kulturës edhe Kuvendin Komunal. Në rregull, mirë shumë. Do me thonë i shtohet edhe një vend tjetër për me shiju ato net e mira të Gjakovës. Kush është personi tjetër, doktori? Doki tjetër që kena shumë respekt për to. Po, e përshëndet, shfrytëzojmë rastin edhe me përshëndet. Doktori o pak më dhimt, doktor Fatos Nimani, partnera mi biznesit, ideal me virtytet larta dhe shumë i mirë. Ja sakon që më shtosi për ndryshe. Uroj që ka me na jesë marë edhe kena me pas vit sukses. Po ashtu edhe une, po uroj që njoni prej vendeve që ka me idhon edhe ma shumë gjallni e bukuri Gjakovës, ka më konë pikrisht në grill, vendi ku do ta fillojnë bashkëpunimin e tyre doktor Bardhi dhe doktor Nimani, shpresoj që kam ju jetë në barë. Për gjatë gjithë kohës zoti Bardhi të pom duke mbajtë shënime gjatë intervistës tonë, pavarësisht që ishte intervistë shumicën e kohës relaksuese dhe me tema interesante dhe të përditshmërisë dhe të jetës tonë, a ka mundësi me na prezentu, me na shu pak kurreshtin se çka ke mbajtë shënime gjatë kësaj kohe nderuar? Kurreshtjet janë gjitha për mu shu. Une e kum bo do analiza të mia personale si shumica e analizave kolegëve të mi do më thonë për Kosovë. Po. I kum gjithë shu do lojnë atë sigurta. Veç pak kamera le të fokuson se masaneja mojnë për fjale kolegun e analistave. Më mojtë fort për fjale, po më ndojmë jemi thjesht. Okej, do me thonë qaqë gjithanshëm që edhe për gjatë intervistës do me thonë arrite me orë në konkludimin. Më shkon menja, ashtu po veç menja më shkon. Pide se Arsenali për shembull mundot edhe veç i korne më përfundu, unë i kum para pa 10. Po më rëndësi kum bo një analizë. E rëndësishme është analiza. E rëndësishme gjithmonë betet analiza. Ordhja në përfundim, mandej, rezultati final është dorë tjetër kujt. Kështu që e jonja është me botonën, ne aty ne o me lujt. Po, fix. Masanej, ku dalim, qysh dalim, qka buhet. Po, ju preferoj edhe analistave nesër, që janë të shpërndar gjithandej në emisionet tona, ju lutem që në këso analiza mos hajdeni pa ju përmbajt terapisë lukthit dhe terapisë dhëmballës dhe implantave dentare. Terapia në fjalë ndihmon shumë në paraqitje dinjitoze, ndihmon në analiza më të thella, më të sakta dhe më të thukta, ku mund të arrini edhe suksese të jashtëzakonshme. Kështu që sa më shumë përmbajtje dhe rregull ndaj terapisë së lukthit dhe dhëmbëve, aq më shumë sukses dhe thurrje dhe thuktësi ndaj analizave që do t'i bëni nesër për gjatë emisioneve që i keni anë televizioneve tona. Ju faleminderit dhe deri në të njëjtën e radhës me mësafirin e radhës ju lëm të përshëndetur unë dhe zoti Bardhi. Faleminderit.